Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot është dita e premte. Edhe kisha çdo e premte thekson dimensionin pendesor ose dimensionin kthimit të vazhdueshëm të jetës e krishterë. Çdo ditë Zoti na fton që të kthehemi tek Ai. Edhe mënyra që të kthehemi tek Ai është që ne të hapim veshin ndaj fjalës së Tij, ndaj zërit të Tij. Çdo ditë kisha fillon ditën duke u lutur psalmin që thotë: Nëse sot dëgjoni zërin e Tij, mos e ngurtësoni zemrën. Edhe mirë, sot liturgjia fjalës na bën një radiografi, një analizë për jetën tonë. Pse je në shpengulje? Pse jeta jote është si Izraeli që është në renojat? Ose si thot sot ngjylli, që jeta jote është e plandosur deri në therr. Dhe të dëgjojmë sot ngjylli. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Vaj për ty, o Korazin, vaj për ty, o Betsaid, sepse të kishin ndodhur në Tir e në Sidon mrekullitë që ndodhen në ju, ka herë të veshur në grathore të mbuluar me hi, do të kishin bërë pendese. Prandaj Tiri e Sidoni ditën e gjyqit, do ta kenë më lehtë se ju. E ti, o Kafarnaum, a thua ndoshta do të lartësohesh deri në qiell, do të plandosesh deri në fund të ferrit. Kush dëgjon ju, dëgjon mua. Kush përbuz ju, përbuz mua. Kush përbuz mua, përbuz atë që më ka dërguar. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Vëllezër dhe motra, shkaku i rënimit ton është mos dëgjimi ndaj fjalës së Zotit. Jo vetëm ndaj fjalës së Tij në shkrimet e shenjta, por edhe ndaj fjalës së Tij që na shprehin profetët, që mund të jenë edhe fëmijët e tu, gruaja jote, burri yt, prifti i familjes sate, njerëzit që bashkëndajnë me ty dhe thënë: Zoti ka mundësi edhe me të dhënë një fjalë për kthimin tënd edhe për një personi që as nuk është i krishterë. Çështja është, a ke përvojtërinë për të dëgjuar, sepse për të dëgjuar nevojitet përvojtëria. Kush nuk është i përvojtur, si imazhi i Kafarnaum që thotë do të lartësohesh deri në qiell, kush do të lartësoj veten, nuk dëgjon fjalën e Zotit, nuk dëgjon korrigjimet e të tjerëve, kritikat e të tjerëve, nuk dëgjon frymëzimet e Shpirtit Shenjtë, sugjerimet që bën Shpirti Shenjtë brenda vetes son, brenda ndërgjegjës son, sepse Shpirti Shenjtë flet me butësi, por nëse jena mendim e dhejnë, e lëm me hum fjalën e Tij. Tel kurajo, veten ka një rrugë që jeta jonë të lullzoj. Nëse Krishti sot na kallëzon, që ne jena ashtu, se ndoshta kena përbuz atë në vëllezërit tanë ku na kanë korrigjuar, ku na kanë thënë diçka për të mirën tonë, kur e kena përbuz zërin në ndërgjegjës sonë që na thot pajtohu, kërko faljen, perule vetën. Kur kena përbuz këto fjalë, kena përbuz Krishtin. Edhe mirë, nëse sot ai na tregon këtë fjalë, është sepse është e mundur që sot ta dëgjojmë zërin e Tij, që sot të lejojmë që ai të jetë Zot, e që ne të jena fëmijët e Tij, që ne të jena të vegjël, që ai të na udhëzoj, që të na udhëheq. Tel kurajo, sot
Krishti do të na flasë nëpërmjet njerëzit, nëpërmjet ngjarjet që do të kemi, nëpërmjet frymëzimit të Shpirtit Shenjtë që do të na flasë në brendësinë tonë. Dashur Zoti që të jena të përvojtur për të pranuar atë në këto gjanat, që të mund të eksperimentojnë sot kthimi tek ai, që të mund të jena në gëzim, në pace. Që lëvdu Krishti.